dorëzohesin. Por ato, ashtu sikur sa ato nuk dorëzohen, edhe ne që kemi të drejtën tonë kur nuk do të dorëzohemi. Kurrën e kurrës. O sot o kur. Ky është parlamenti i krimit dhe i korrupsionit, sepse të gjitha ata atje i kanë të lyrë duart dhe i kanë mbushur xhepat padrejtësisht, duke na vjedhur pronën shtetërore, pronën private, duke na vjedhur lirinë dhe gjithçka tjetër, por ato nuk guxuan ta vjedhin dinjitetin, nderin dhe vlerat tona njerëzore. Faleminderit. Unë do doja të thoja zotin Qaj, jo për ta bërë politike, po për t'i thënë të gjithëve që ne këtu i thrasim të gjithë ata që janë pro kauzës sonë dhe i falenderojnë për kohën dhe dedikimin që kanë ndaj kauzës sonë. Tani, kjo në fakt është një çështje politike. Është një çështje politike sepse pronat nuk po ja vjedh vetëm një oligark. Pronat nuk po i vjedhin oligarkët, vetëm oligarkët. Pronat po i vjedhin oligarkët me politikën, me klasën politike të korruptuar që keni parlament. Ky është problemi, sepse nuk do kishte asnjë mundësi që askush të vite pronat tuaja pa ndihmën e tyre. Janë ortak dhe eshtja e tyre tregon pikërisht të gjë. Tregon që janë bashkë, po i vjedhin pronat bashkë. Pronat, padrejtësia me pronat, është padrejtësia më e madhe që është bërë popullit shqiptar në këto 35 vjet. Kishin shpresë shqiptarët se me ardhjen e demokracisë do i bënin pronat e tyre, të drejtën e pronës, pronat që ishin mohuar për 45 vjet. Fatkeqësisht kjo nuk ndodhi. Çfarë bën? Pronat i vodhën, i rëmbyen me njëri tjetrin. Dhe pronarët e vërtet nuk i morën kur pronat e tyre. Çfarë bën? U detyruan të ikin jashtë. Kush po ndërton sot jugun? Kush po i ndërton sot? Kush po i ndërton rezortet? Ku janë pronarët atyre tokave? Janë të gjithë jashtë shtetit. Punojnë jashtë shtetit, bëjnë punë të rëndomta në perëndim. Ndërkohë, oligarkët e lidhur me klasën politike po gëzojnë pronat e qytetarëve shqiptar. Është e pafalshme. Ndërkohë që vidhen pronat në Rrjedhë, pronat në Durrës, i kanë nxjerrë njerëzit nga shtëpia, po i nxjerrin njerëzit nga shtëpia dhe po japin 2 lekë. Po fshihen pas projektit, apo në Dukat, e njëjta gjë. Kudo po vjedhin pronat. Tani unë e kuptoj që në lidhje me pronat njerëzit janë lodhur. Dhe edhe mund të mendojnë të heqin dorë. Por ju ftoj të ngulni këmbë, mos u dorëzoni. Ne na keni në krah. Ftoj që të protestoni, ne do jemi aty. Do na keni në krah në parlament, do na keni në krah kur të protestoni për të drejtën tuaj, për pronat tuaja. Përpara se të prezantoj Johani, unë ju e thash edhe një herë, gjëja më e bukur që pati lëvizja jone, ishte pikërisht që të gjithë përfaqësuesit në pozicione shtetërore, institucione apo partijake na kanë ndihmuar me mënyrën e tyre. Unë një falënderim të veçantë të kem idealit që përfaqëson lëvizjen bashkë, pavarësisht se unë atij i thash ti aty je qytetar, nuk je përfaqësues i partisë. Dhe Redin këtu e kam thirrur për falënderim dhe për t'i thënë ti je qytetar si gjithë të tjerës pro kësaj kauze. Faleminderit për prezencën. Ne këtu jemi si qytetar dhe kur të shkojmë aty brenda do të bëjmë detyrën si deputet të këtij populli, sepse që nga viti 91 shqiptarët kanë pasur plot arsye për të emigruar jashtë vendit. U shkatruan uzinat, ngelën pa punë, korrupsioni kapi çdo qelisë shoqërisë, ekonominë e kapën pak oligark dhe u detyruan të emigrojnë. Po sot shqiptarët nuk emigrojnë, sot dëbohen. Dëbohen sepse konsiderojnë të tepërt në vendin e tyre dhe në tokat e tyre. Dëbohen sepse u shkatrojnë shtëpitë, siç po ndodh me banorët e lagjes Kalas në Durrës, po me banorët e Astirit, me Besmajt më parë. Pse? Që aty të ndërtojnë një oligark. Kombinati është në plan për të shkatruar. Po u shkatru, po u krapiten pronat. Jo vetëm pronat, u krapitet shpresa e tyre për ta pasur, për ta zotruar dhe për ta zhvilluar atë pronë. Ëndra 35 vjeçare me cilën janë dallur këta politikanë.
Dhe jo vetëm me banorët e Rjollit, po me banorët e Jugut, të Bregdetit, të Zvërnetit së shpejti. Pse që aty të ndërtojnë një oligark? Po tallen me pensionistët. Pensionistët konsiderojnë të tepërt në vendin e tyre, sepse janë gojë që duhen ushqyer me një skem pensionesh të falimentuar. Po tallen me minatorët, për cilët kur nuk është momenti dur për të miratuar statusin e minatorit. Po merret uji, po grabitet uji. Zonave të Martaneshit, të Kurdarisë, të Lumit të Florës. Pra, këta duan një Shqipëri pa shqiptar. Këta duan vetëm oligarkët. Mundësisht duan sikur të ishte një kast sheikësh, politikanë oligarkësh dhe gjithë në tjerët ishim sklevrit e tyre. Si në do vendet në monarkit absolute në Arabia, në Katar. Këtë duan këta. Kjo është një dhunë që as pushtuesit nuk e kemi parë, që nga kohë e pushtuesve. Dhe prandaj pushtetarët e sotëm duhet i trajtojmë me të njëjtin përçmim dhe të njëjtin urrëtie si pushtuesit e dikurshëm. Prandaj them, bravo i qoftë ju lumë tora banorëve të Rjollit që kacafytën me policinë dhe nuk i lejojnë fatromat që të grabisi pronën, ju lumë tora banorëve të zonës së Kalas që i kapën nga jake çaketës ata antarët e Këshillit Bashkiak, ju lumë shikëvët pensionistëve që kur nuk lodhen duke ardhur duke protestuar këtu, po mbi gjitha ju lumë të gjithve që keni ardhur gjithë të bashkuar, sepse vetëm të bashkuar mund të ndërgjegjësohemi për fuqinë që kemi të gjithë bashkë dhe mund të heqim qave njëre mirë këta pushtues pushtetar që i kemi mbi krye. Qëndroni të bashkuar dhe bashkë do fitojmë atë që na takon dhe që se kemi marrë për 35 vite. Kauza qytetare i bashkojnë njerëzit edhe këtu jemi jo vetëm për të protestuar, por për të darë dhe eksperiencat tona me njëri tjetrin. Do doja të falenderoja një mikun ton, Monçetën, i cili ka drejtuar, dhe kërkojnë gjithse unë me emrat, sot jam kamarruar. Çështja e kombinatit ka qenë një çështje shumë e rëndë. Por pikërisht nga këta trima këtu, me mënyrë ligjore dhe me mënyrë institucionale, është marrë drejta. Ata kanë qenë frymëzim për ne, për ta ndjekur nga ana ligjore dhe jo vetëm. Vetëm një sekondë, dashur sa ta. Mondi mund na tregoj më shumë për të. Përshëndetje, zonja tha që kemi qenë frymëzim. Fakt frymëzimi vërtet jeni ju sot. Sepse esenca e demokracisë është që qytetari që i jep mandatin dikujt për qeverisur, t'i kërkoj llogari qeverisjes dhe mos lejoj që qeveria të bari politika kundër interesit të qytetarit të thjeshtë. Dhe kjo është ajo që po bëni ju sot. Ju nuk jeni të vetëm, sot ka qenë radha juaj, e tursakëve, e njerëzve në Rjoll, po më përpara kanë qenë komunitetet të tjera që kanë vuajtur të njëjtën model qeverisje të Ramës, të njëjtën filozofi, grabit pronën, mos respektoj qytetarin dhe tregoju arrogant, sepse faktikisht duke mos pranuar që të ullet të bisedoj me qytetarin, politika dhe qeverisja e Edi Ramës tregon që është një qeverisje arrogante. Kështu që merita ju tregon juve që sot jeni mbledhur këtu, jo vetëm për të mbrojtur të drejtën tuaj që Rama pretendon ta punojnë, por edhe për t'i treguar gjithë njerëzve të tjerë që kur cënojnë të drejtat nuk rrihet në shtëpi, nuk pijet kafe në për kafe. Por dilet dhe i thuhet qeverisë stop. Prandaj ky është shembulli që ju po jepni sot dhe mua më vjen akoma dhe më mirë që këtu keni dhe përkajën e deputetëve të partive të reja politike, sepse kjo lloj përkaje tregon që ju këtu nuk jeni vetëm. Kjo lloj përkaje tregon një kufi ndarëse midis atyre që janë vërtet për krah popullit, vërtet për krah qytetarit dhe atyre që punojnë kundër interesave të tyre. Kombinati është një histori e shkuar, gjithmonë ka pasur dy rrugë, rruga e protestës dhe rruga e gjykatës. Personalisht kam ngulur këmbë të trokasit në gjykatë, sepse e mirë apo e keqe drejtësia, të mirë apo të këqij gjykatësit, vendimet që ata japin, kur ata japin në kundërshtim me interesat e qeverisë, janë vendime që mbrojnë qytetarin. Kështu që ne, duke zgjedhur gjykatë dhe duke fituar pak, në 22 raste, 18 herë fituan banorët e kombinatit. Unë uroj dhe kam ngulur që në fillim që edhe ju të shkonin në gjykatë. Por edhe kjo rrugë që ju keni zgjedhur,
është rrugë shumë e mirë, protesta, për të treguar jo vetëm këtyre, po edhe gjithë shqiptarëve tjerë. Është bollë. Duhet të ngrihen dhe nuk është puna të ngrihen vetëm atëherë kur i vjen zjarri tek prona e vet. Të ngrihen edhe kur ky zjarr dizet edhe tek të tjerët. Kështu që përgëzimet e mia dhe mbështetjen dhe kurajo që ju të vazhdoni në këtë rrugë. Të gjithë bashkë një duar larg nga pronat